Natyrisht në çështjen e Ukrainës, si dy vende që ndajmë edhe antarësinë në NATO, dhe në çështjen e betejës kundër emigracionit të palishëm dhe rrjeteve kriminale që e stimulojnë emigracionin e palishëm. Dhe besoj që në këtë të dytën kemi bërë progres të jashtëzakonshëm, krijuar më shumë sinergji në fushën e sigurisë e mbrojtjes. Për në angazhim rrjeteve kriminale dhe emigracionit palishëm, kemi arsye të jemi shumë krenar për punën që kemi bërë. Shifrat janë mbreslënse dhe unë përfitoj nga rasti i pranisë tuaj dhe i pranisë të dërguarve të medias britanike për të theksuar që referimi në shifrat e këtij bashkëpunimi shumë të suksesshëm është gjëja e duhur për publikun britanik dhe jo kultivimi ndër cilët dhe miti se shqiptarët janë një problem për Britanin. Pasi të gjitha shifrat flasin vetë. Në vitin 2024, numri i shqiptarëve që kanë hyrë apo tentuar të hyjnë në mënyrë të palishme në Britani është disa qindra. Ndërkohë që në momentin kur ne kemi shtyrë përpara për të ngritur task force-ën e përbashkët, arriti në 12.000. Përkatësisht në vitin 2022, kur pati një fluks të madh. Dhe nga ana tjetër, dua që të theksoj këtu dhe një shifër që më bën shumë përshtypje dhe na bën shumë përshtypje në tërësi, ne shqiptarëve, kur thuhet se 1 në 50 shqiptarë na qën nga në burg në Britani. Kjo është një gënjeshtër e madhe që ka marrë statusin e të vërtetës, ndërkohë që në të vërtetë pra është 10 fish më e ulët. Dhe fundit që dua të theksoj në këtë, unë jam shumë krenar për policinë shqiptare dhe për punën e forcave tona të sigurisë, të cilat janë vlerësuar nga vetë Home Office me çmimin e parë të Home Office par vjet